Kutinë e bukurisë sot, ne do t'jemi me Vise Noemerin, e cila është një specialiste në fushën e parukerisë, por gjithashtu dhe make-upit, dhe gjithashtu është edhe pedagoge në shkollën profesionale New Generation. Faleminderit, mirë se vjen, kënaqësi që jeni me ne. Faleminderit, kënaqësi është e ime. Gjithashtu na shoqëron edhe Fabiana Gjokla, e cila është po ashtu pjesë e stafit New Generationit, ajo është studente aty dhe jep më të mirën e saj dhe sigurisht është sot pjesë e jona, po kemi edhe Klarisën. Klarisa është bashkëpunëtore e programit tonë dhe sot, duke qenë se i ka dhe sytë shumë të bukur edhe shprehu dëshirën për të qenë pjesë e jona, ja tek është këtu me ne. Mirë se vini vajza, faleminderit që jemi sot një grup kaq i mirë për të sjellë më të mirën tonë. Clarisa është dhe në fokusin tonë se Clarisa është fizioterapiste, kështu që kemi një rrugtim të përbashkët. Clarisa i ka sytë me ngjyrë vis shumë të bukur. Edhe duke qenë se ne sot do flasim për kujdesin që duhet të tregojmë dhe se si duhet të zgjedhim produktet, le të themi, të duhura, besoj që do të na ndihmojë shumë. Sytë me ngjyrë sa të bukur janë, aq të delikat për të përshtatur grimin. Po të shoh dhe ti ke sytë shumë të bukur, ta kam thënë. Sytë jeshil. Të gjitha vajzat në sytë të shkruar sot. Pikërisht sot prandaj e evidentova më shumë i erësova. Mundet të evidentohen më shumë? Patjetër që po. Çfarë i evidenton sytë me ngjyrë? Ngjyrat e errta që ne aplikojmë. Lyerja e syrit në pjesën e brendshme me ngjyrat e errta, ato ta bëjnë më evident. Në qoftë se ti do duash. Pra në pjesën e poshtme? Në pjesën e poshtme dhe në pjesën e brendshme të syrit. Në qoftë se do duash ta evidentosh, do punosh gjithmonë me ngjyrat e errta. Në qoftë se do të duash ta bësh më pak evident, sigurisht që këto ngjyrat e forta do t'i sfumojmë. Mund të lyhet me një rozë antike, me një ngjyrë bezh, me portokall, për mos qenë aq shumë evident dhe për të dukur ngjyra e syrit. Ama në qoftë se ne do duam që në portret na gërthasin syt, ta evidentojmë fort ngjyrën e syrit, pra të jetë më e thellë, gjithmonë do punojmë me ngjyrat e errta. Sot kam përshtypjen që Fabi do punojë me ngjyrat e errta, me ngjyrën e kafes dhe me ngjyrën gri të errët dhe të zezë, apo jo, Fabi? Hape pak syrin, Clarisa, të lutem, ja, për të parë edhe sytë e Clarisës sa të bukur janë. Clarisa ka sy me tullë, është ndër sytë e vështirë, në sytë e vështirë për të punuar. Patjetër që po, sepse kur hapet syri, pjesa e qepallës është gjithmonë është mbi vendosur në pjesën e kapakut të syrit, kështu që është nga sytë e vështirë, themi ne make-up artistët, për të lyer, sepse sfumatura duhet ke shumë kujdes se të mbi kalon në pjesën e vetullës. A bëjnë gabime shpeshherë zonjat, por edhe zonjushat teksa mundohen që t'i lyejnë vetë, të bëjnë një grim vetë nëse kanë një sy të tillë? Edhe cili është gabimi më i shpeshtë që bëjnë edhe për ta korrigjuar edhe për t'i dhënë mundësinë për të mos gabuar më? Gabimi më i shpeshtë është që i rrisin shumë lart sfumaturat. Pra, këtë punë që po bën Fabi tani, që po punon me sfumaturën, nëse çon shumë lart, në momentin që hapet syri, mbi vendoset, bëhet shumë evidente dhe ti nuk arrin dot më të shohësh sfumaturat, por shikon thjesht një vizë. Gjithashtu, në pjesën e poshtme të vetullës, pra sipër sfumaturës, nëse nuk punon me një ngjyrë të hapur, me një ngjyrë shampanjë, dhe nëse çon shumë lart sipër vetullës, nuk bën atë dallimin e kapakut të syrit me vetullën. Pra, bëhet një vazhdimsi, nuk është sfumaturë më. Pra nuk evidentohet, nuk ngrihet më vetulla lart, po është si një rrugë në vazhdimsi. Ndërsa ajo sfumaturë që ne bëjmë me shampanjën në pjesën e poshtme të vetullës, pikërisht ajo na evidenton dhe na hap, na ngren një portret, na i bën më të hapur syrin, na i ngren më shumë vetullën. Këto janë ato truqet e vogla që ne bëjmë në make-up për të dukur bukur. Pavarësisht se vetulla mos jetë shumë lart, kjo është zotësia dhe profesionalizmi një make-up artisti. Ai duhet ta përshtasë dhe t'japi në fokus atë që është më e bukur tek modelja. Po ta shikojmë, po punohet me ngjyrat e errta, akoma nuk kemi kaluar te pjesa poshtë vetullës. Vajza ka një vetull të plot, është punuar pak vetulla, ka një vetull të plot, ka portret të bukur, ka dhe buzë të bukura. Nuk e di që Fabi se si do t'ja evidentoj pjesën e buzës, por e ka të plot dhe nuk të lodh te kjo pjesa për të kaluar atë konturin natyral, sepse ne kemi dhe një mbi kontur, të cilën zakonisht kur buzët nuk janë shumë të plota, ne punojmë ta mbi konturi, por jo duke e dekaluar. Të kenë më efekt më të plot, më voluminoz, por asnjëherë duke e kaluar se pastaj i shikojmë rëndomt që make-up artistët atë konturin e mbikalojnë dhe bëhen sikur janë dy palbusi me mustaqe, themi ne.
pra nuk ngjan më bukur. Ti mundohesh vërtet që t'ja zmadhosh tiparin, por ja ke shëmtuar, nuk e ke zmadhuar, ke dal nga konturet natyrale. Dhe është një gabim shumë i madh që po e shohin rëndom, se për momentin është shumë bukur, por ne harrojmë që buza, produktin që ne vëjmë edhe e përthith. Atë shkëlqysin që për momentin duket bukur e përthith dhe duket vetëm konturi i errët dhe asgjë më tepër. Pjesa e brendshme e buzës nuk duket. Kështu që rekomandoj që mos të kalojmë të mbi konturin dhe në qoftë se do duam buzë më voluminoze, më mishtore, pjesën e brendshme të buzës gjithmonë e punojmë me ngjyra më të hapura, me pak shkëlqim, me pak dritë për të dukur më e plotë. Unë do doja t'i bëja një pyetje Klarisës në fakt në lidhje me kujdesin që ajo tregon për make-upin. A përdor përgjatë përditshmërisë tënde një make-up disi më të ngarkuar, apo je gjithmonë tek tonet natyrale duke pas parasysh edhe profesionin tënd? Jo, përgjithsisht përdor gjithmonë një make-up natyral, që ka mantjer dhe fytyrën pak më bukur. Po sa bukur që je tani me këtë make-upin që po shohim ne, sa bukur. Faleminderit. Clarisa është dhe moshë e re, kështu që duke qenë se ka të freskinë e moshës, nuk e ka të nevojshme që në përditshmërinë e saj të përdori një make-up shumë të fortë. Dhe në përgjithësi tashmë ne shohim vajzat që nuk e përdorin aq të fortë make-upin. Pra kanë filluar të bëjnë dallimin qëndrojnë më shumë tek naturaliteti sot, një make-up në darke me një make-up ditor. Është tjetër gjë kur jemi në studio, ne gjithmonë kur jemi në studio evidentojmë pak më shumë, sepse është efekti kamerave, e ndriçimit, që në ditë natyrale, në diell natyral, në jetën e përditshme, ne nuk kemi këtë ndriçim luksoz, siç e ka studio tuaja. Kështu që është në përshtatshmëri dhe me ndriçimin dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme që make-up artistët, profesionistët e kanë parasysh, por duhet ta kenë edhe të rinjt. Evis, veç sfumaturave që ju i dha disa këshilla se si mundet të bëhen në mënyrë të saktë për të dukur një sy me ngjyrë sa më bukur, a e këshillon vendosjen e penelit, a qëndron tek natyrshmëria dhe ajo, apo jo çdo lloj ngjyre apo forme të syrit i shkon? Jo domosdoshmërisht. Në jetën e përditshme nuk është e nevojshme që ne të ngarkohemi. Se duket sikur është më e thjeshtë, pra ti bën një penel dhe duket sikur në jetën e përditshme, në qoftë se do bësh një penel, rekomandoj që mos punoj shumë me sfumatura. Në qoftë se do punojnë me sfumatura, atë penelin mund ta evidentojmë vetëm në pjesën fundore, që tashmë ne kemi penela që aplikojmë me pudër, që pjesën e penelit ne mund ta aplikojmë, mund ta bëjmë edhe me pudrat. Pra penelat e make-upit, fuçet e make-upit janë në formë pete, që me pudrën e një paleti që ne mund të kemi, mund ta aplikojmë shumë kollaj dhe ata që janë profesionistë. Dhe tashmë, po ta shikojmë, ai peneli klasik është sfumuar përdorimi atij. Del nga moda. Nuk ka ardhur në një mënyrë më të kuruar, në një mënyrë më moderne dhe më praktike. Asnjëherë nuk ka dalje nga moda të penelit, po gjithmonë ata vinë më të kuruar, vinë më bukur, më shumë për përshtatshmërinë. Ne shikojmë filma që kemi Gjida Lollobrigidën, që po ta shikojmë është me qerpik. Unë kur kam qenë e vogël, biles kam pasur një revistë që e shikoja pafund, se i shikoja ato qerpikët e gjatë dhe e kisha ëndër ato qerpikët. Dhe kjo ka qenë një nxitje ndoshta që jam dedikuar dhe make-upit, edhe se e shikoja atë syrin e bukur me atë pjesën e fundit të qerpikut të ngritur. Pra dhe në atë kohë janë evidentuar tiparet, janë evidentuar, gjithmonë kam pasur një truk, sigurisht jo kaq të përparuar, sepse dhe në 2030, në 2036 do dalë një gjë tjetër më e kuruar, më e përparuar. Ne po shohim tani edhe atë ku është pra deri në të shpik ka mbritur Fabiana duke bërë grimin e Klarisës, që është shumë i bukur. Më pëlqen shumë ai syri i evidentuar, por gjithashtu edhe pjesa e mollzave që po theksohet tani. Dhe pikërisht për këtë doja të pyesja. A mundet që të jenë, le të themi, në tonet të njëjta, pra, kur është një sy i cili është disi i ngarkuar edhe i sfumuar, a duhet jetë edhe mollza e evidentuar dhe e lyer me një ngjyrë që deri diku duket, apo duhet jetë një mollzë e cila vjen më e qetë, me pak prerje, apo kjo vjen edhe në varësi të gjithë portretit? Po ta shikojmë, është të punuar me rozën, me ngjyrë që ta zbusi, duke qenë se syri me ngjyrë ka e gërsi në brendësinë e tij, dhe sidomos kur punohet dhe me sfumaturat e errta, jep atë e gërsinë në një syri të egër,
punohet në pjesën e molzës me ngjyrë më të butë, më të zbutur. Por në qoftë se ne nuk do evidentojmë dhe molzën, do na humbi pjesa tjetër e fytyrës, pra evidentohet vetëm syri. A e ka tipar shumë të bukur, por që sigurisht ne duam të evidentojmë edhe pjesën tjetër që po e ka dhe shumë të bukur. Duhet kemi shumë kujdes dhe në pastrimin e problematikave që na ngjallin. Për shembull, te make-upi i Klarisë, po ta shikojmë në pjesën e sipërme, na është hapur, ne shikojmë te kamera, se Fabi nuk arrin do ta shikoj, Fabi mund ta shikosh te kamera pjesën e syrit, që atë pjesën e fillimit të syrit. Ku e vis, mund të na e tregosh të lutem? Këtu është pjesa e fillimit të syrit. Po? Në këtë pjesën këtu është hapur pjesa e errët. Dhe çfarë si mund ta heqim? O e bashkoj me pjesën tjetër. Pra, produkti është hapur, është hapur, gjatë ka lëvizur syrin. Edhe një syrit të specialistit, të ekspertit, nuk i shpëton. Ka lëvizur, e njësoj me pjesën tjetër, sepse qëfar problematikash kemi ne në këto pjesët e live-it. Nuk kemi një pasqyrë për para, pra ne këtu kryojmë, ne këtu, por make-up artistët e kanë një ndimes shumë madhe pasqyrën, pra ne me atë komunikojmë. Në momentin që ne nuk kemi një pasqyrë, o duhet të largohemi ta shikojmë nga larg punën, gjë që në studio ne improvizojmë, nuk kemi ato... Edhe sakrifikoni nga pak, Tani përshtatshmëria është një element shumë i rëndësishëm te njeriu. Kështu që make-up artistët përshtaten, ne punojmë dhe në kushtet vështira, ne punojmë në për fusha regjistrimi ku regjistrojnë filmat, në fush, në mal, dhe më thënë që nuk ka ato kushtet komode të një studio e make-upi, por që përshtatshmëria është profesionalizëm. Shumë vërtet, dhe me profesionalizmin që ju karakterizon, si gjithë stafi i shkollës New Generation, por edhe ju konkretisht që sot jeni në studio në këtë kënd, ja tek e vu të re, diçka që nuk shkonte dhe me njëherë erdhi si një këshill për ta pasur kujdes edhe teleshikuesit që gjatë momentit që bëjnë grim. Ne dhe studentët i trajnojmë me këtë, me vështirësitë e punës, pra përshtaten shumë mirë, sepse ata fillojnë karrierën e tyre që në shkollë, bëhen pjesë e këtyre eventeve, bëhen pjesë e xhirimit të filmave, të spoteve publicitare, pjesë e ekraneve, pjesë e emisioneve, pra dhe studentët tanë kur dalin nga shkolla, përveç se dalin me një diplom të akredituar, ato kanë filluar, kanë startuar punën, kanë startuar karrierën e tyre. Pra nuk janë thjesht student që kanë mbaruar shkollën, po janë profesionistë të cilët kanë startuar ecurinë e tyre karrierën profesionale. Janë këto mundësi sot edhe që është dhe shkolla New Generation, që jep mundësinë të gjithëve atyre të rinj të cilët duan të bëhen pjesë e këtij profesioni edhe të kenë të hynë në botën e parukerisë, estetikës, por gjithashtu edhe të make-upit. Mos harroni, mund të kontaktoni me shkollën New Generation, sepse ju jep mundësinë që jo vetëm të hyni si profesionistë të vërtet në tregun e punës, por gjithashtu diploma është e akredituar dhe për gjithë ata studentë që duan të shkojnë të punojnë jashtë, apo ata që punojnë jashtë dhe duan të vinë në Shqipëri, diploma është e njohur. Studentët tanë startojnë si amator ose startojnë si student dhe prekin finishin si profesionist dhe kjo është kënaqësi dhe tashmë ne pedagogët e tyre këtë kënaqësi kemi kur ata hecin, kur ata krijojnë një karrierë, kur bëhen të famshëm, ne aty shikojmë suksesin ton dhe gjurmën që ne kemi lënë te brezat e rinj. Jo më kot jemi vetë nga shkolla akredituar, sigurisht ne i përzgjedhim shumë stafin dhe gjithmonë stafi jon kalon her pas here një test, një provim se sa janë updateuar me teknikat e reja që ne jemi në gjendje të transmetojmë studentëve. Se shohim edhe Fabianën, e cila e ka përfunduar gjysmën e portretit të Klarisës dhe në fakt është aq e bukur, është treguar aq e kujdesshme, por në gjykimin tim është treguar dhe shkathët, nuk e di si të ta vlerësoni ju e vis. Sepse Fabiana ka qenë pjesë e eventeve të ndryshme, pra është ajo që është trajnuar për të qenë, sepse edhe shpejtësia ka të bëjë shumë, sepse ne jemi në emisione live, që fillon live-i. Do t'i ke një afat kohor të caktuar, sepse live-i gjithmonë është janë ato emisionet e vështira që ne quajmë, që arrisin ta me sukses ta evidentojnë dhe
Tani, Fabiana, ne si mendon ta vëmë në një provë sot? Patjetër që po. Ne duke qenë se provim, Fabiana. Çliro nga emocionet të bëjmë shaka. Ti ke realizuar gjysmën e portretit Klarisës shumë bukur me një grimë që deri diku besoj që ndron për një mbrëmje apo për një dark gala. Do donim shumë që në gjysmën tjetër të portretit të sillje një make-up i cili do të ishte një make-up në përditshmëri, që sigurisht do t'i përshtatet Klarisës për profesionin që ajo ka. Ajo ka kontakt të vazhdueshëm me pacient, është fizioterapiste, çfarë do të mendosh, si do të ishte gjysma tjetër e portretit nëse Klarisa do të ishte për paraditën e saj në punë? Mund të aplikojmë një make-up minimalist. Çfarë mendon që do të sjellësh? Që aplikojmë shpejt, jo ta lëm surprizë. Ta lëm surprizë. Do doja edhe ta pyesja, thashë ja dëgjoj një herë zërin se i pa vetëm punën. Mund të bëj vetëm një eyeliner që ti theksotja, bëj pak të zezë pjesën e syrit që ti theksot ngjyra e syve. Atë editin në thjesht do të shohim tani se si do ta realizosh, ke 10 minuta kohë për ta përfunduar edhe për të na sjellë gjysmën tjetër të portretit të Klarisës. Këto janë sfidat. Këto janë dhe sfidat e live-it. Pikërisht pra, sfidat e një programi dhe një transmetimi të drejt për drejt, por mbi të gjitha për t'i dhënë të gjitha vajzave dhe zonjave që na ndjekin edhe që kanë kureshtin e tyre, duan të dinë disa truke apo sekrete të ndryshme për mënyrën se si mund të bëjë një grim të bukur, një grim të përshtatshëm, qoftë për mbrëmje, por gjithashtu qoftë edhe për përditshmëri. Edhe në këtë rast sot kemi sjellë përshtatjen e një syri i cili është një sy me ngjyrë, një sy i shkruar që unë do të thoja që nuk ka nevojë për shumë make-up, po në fakt tani që shoh Klarisën kaq bukur, shikojmë ndryshimin. Ne prandaj për ne vajzat. Prandaj kemi evidentuar gjysmën e fytyrës për të kuptuar se sa ndryshim jep make-upi në portretin e një vajze. Është një sfidë për të bërë për 10 minuta dhe një make-up tjetër, sepse zakonisht make-upet duan një afat kohor të tyre. Pra, në studiot e make-up artistëve ku shkojmë, minimalisht të hanë 1 orë e gjysmë, 2 orë një make-up. Sigurisht që është më i kuruar, më i detajuar, sigurisht dhe ne marrim atë punën më shtruar, më rahat, për të qenë dhe më komod, por që sfidat janë gjithmonë shumë të bukura dhe një make-up artist nuk duhet ketë kur frikë nga sfidat çfarë kërkon modeli. E kuptove, Fabiana? Ky ishte një mesazh i qartë për ty, për të gjitha studentet e visit. E vis, por shpeshherë bëhen apo vinë trendet të ndryshme. Një prej këtyre trendeve që ishte deri para pak kohësh, nëse qëndron apo jo, më thuaj ti, ishte gjithashtu edhe rimeli me ngjyrë, që mund të ishte ngjyrë blu, gri kam parë, gjithashtu edhe ngjyrë kaf. I përshtatet një syri të tillë apo kujt i qëndron më bukur një rimel me ngjyrë? Tani duke qenë se ka një rimel të zi, evidentohet më shumë syri me ngjyrë. Këto mund përshtaten dhe ato për ato persona të cilat nuk kanë ngjyrë në sy. Duke qenë se s'ke ngjyrë në sy, një rimel me ngjyrë, ka një ngjyrë sysh kafe, ose një ngjyrë të errët, ose më të zakonshme. Më të zakonshme, pra nuk e kanë kaq shumë evidente. Duke përdorur një rimel me ngjyrë, ti jep në fokus atë ndriçimin e një syri sikur të intrigon që a me të vërtet ky është një sy me ngjyrë apo është rimeli. Pra, në pamje të parë të gërthet ngjyra e rimelit dhe mendohet që ai syri jot mund të ketë një lloj ngjyre. Por për sa i përket syve që kanë me të vërtet ngjyrë, rimeli e zi e bën më evident. Dhe në 90% rasteve përdoret rimel i errët, se ta bën të duket qerpiku më i plot, është më i qartë, më i pastër, më i dallueshëm, ndërsa rimelet cilët janë me ngjyrë nuk ta bëjnë ai shumë evident qerpiku. Da janë vetëm trende, me sa duket. Janë trende, zakonisht përdoren në verë, gjithmonë kanë qenë trend, vjen shumë në fokus, sfumohen nga fokusi, pra rivin dhe largohen, por rimeli zi ngel gjithmonë në prioritet dhe ngel gjithmonë asnjëherë nuk hikën dhe nuk vjen. Ai është aty stoik dhe qëndron fort. Ndërkohë për sytë apo për lapsat me ngjyrë, sepse shohim gjithashtu shumë portrete të cilat përdorin në pjesën e poshtme të syrit lapsa me ngjyrë, që mund të jenë nga më të ndryshme, jeshil, blu kemi parë. Kur sugjerohen ato të përdoren? Sugjerohen të sytë me ngjyrë, po dhe tek ato që janë pa ngjyrë. Unë për shembull sytë e mia i kam jeshile. Në disa raste, unë përdor një sy që është i kaltër.
sepse më bën thyerjen e ngjyrës së syve të mia, që kam një shil, po t'i vë një shil, vazhdon se një shile në vazhdimsi, ngjyra e kaltër ma bën më evidente, pra ma thyen ngjyrën time duke menduar dhe duke parë që syri nuk duket më jeshil, po ka një ngjyrë si më të hapur, vetëm nga ngjyra e kaltër në pjesën e brendshme. Në qoftë se e do evidentë, po për shembull tek Larisa që ka syrin boqell, shkon, po e zbut atë syrin, jep ngjyrë, gjithmonë ngjyrat e hapura të ëmbëlsojnë portretin, të ëmbëlsojnë syrin, si te syri dhe te mollzat kur përdorim ngjyrat e roz, prap na i bëjnë, na zbusin portretin. Por që në përgjithësi ngjyrat janë të gjitha ngjyrat janë të bukura, nuk ka ngjyra që s'janë të bukura, varet se si ti i vendos dhe si ti i përshtat dhe çfarë teknikash përdor ti me ato ngjyra. Kjo është shumë e rëndësishme. Ndërkohë që Fabiana po punon edhe me pjesën tjetër të portretit, unë do doja shumë të të pyesja në lidhje edhe me flokët e Clarisës. Clarisa ka një ngjyrë, nuk besoj që i ka të lyera? I ka natyrale. Jo, i ka natyrale. I ka një ngjyrë që sigurisht përshtaten shumë me të gjithë portretin e saj. Çfarë do t'i shkonte Clarisës ndryshe? Clarisa është bjonde natyrale, pra po ta shikojmë në ngjyrën e flokëve, bjonde natyrale. Hyn te bjondet natyrale. Clarisa mund të përdori shumë mirë një teknik sankis që e quajmë ne për pjesën sankis, puthja e diellit, që është pjesa e balukes dhe pjesa e brendshme e flokut. Po t'i shikojmë ato fëmijët të cilët janë bjond natyral, kur shkojnë në plazh, në përgjithësi i majnë flokut e mbledhura dhe pjesa e brendshme e flokut është gjithmonë më e çelur. Dhe kur i lëshojnë, krijojnë atë idenë e pjesës së lyer të brendshme të flokut, sepse dhe teknikat e flokut shkojnë gjithmonë drejt natyrales, pra ne përshtatemi dhe hicim me natyralen. Kështu që edhe floku ka atë përshtatshmërinë me puthjen e diellit që themi ne, sikur ja ka prekur dielli. Edhe një prekje të vogël për të mos pasur ndryshime edhe shumë të mëdha dhe për të mos u dëmtuar. Dhe ato mund punojnë me fryrje që punojmë ne, të cilat dhe gjatë kohës që ato dalin, mas 3 muajsh ose 6 muajsh dhe mos duash të lyesh prap më të aplikosh, ato qëndrojnë dhe bien në butë, sepse janë shumë natyrale. Po dëmtohet floku ashtu? Jo, në qoftë se ti përdor produktin e duhur, në qoftë se ti përshtat shampon për flokët e lyer, sepse quhet flok i lyer tashmë, asgjë nuk dëmtohet. Po thjesht duhet të dish të zgjedhësh profesionistin dhe produktin. Nuk ka produkt pa profesionist, nuk ka profesionist pa produkt. Po shoh edhe gjysmën tjetër të portretit që duket se po përfundon pak e nga pak. Është e pastër, nuk ka ngjyra, është zmadhuar syri me pjesën e errët, që është deri në fund të shoh se si do të mbyllet edhe pjesa e buzës. Gjysma e buzës ka vetëm shkëlqysin, s'ka konturimin, se është përshtatur me pjesën natyrale që ne e kemi përdorur. Pjesa e mollzës nuk është aq shumë evidente sa te pjesa tjetër, sepse gjysma tjetër është e lyer më fort edhe mollza është më evidentuar, te pjesa tjetër është më pak e evidentuar në përshtatshmëri me çfarë kemi aplikuar te pjesa e syve. Përshtatshmëria është shumë e rëndësishme. Jam shumë e kënaqur sot që Fabi dhe provimin e dytë e kaloi me sukses. Pra është shumë e kënaqur Zysha, më lejo të të quaj kështu sot, se sa Fabi. Fabi të lumshin duart. Shumë bukur vërtet portreti i Clarisës, edhe nëse mua Clarisë do më duhej që të zgjidhja midis gjysmë portretit tënd, i cili është shumë i lyer dhe atij tjetri që është më natyral, do të mbetesha tek natyralja. Je vërtet shumë e bukur, ishte shumë e bukur edhe pa asnjë lloj. Unë do isha në mes, nuk do vendosja dot në fakt. Sepse të dyja kanë bukuri të ndryshme. E vërtet është, Të dyja kanë bukuri të ndryshme dhe është shumë e vështirë se këtë zgjedhësh, njërin apo tjetrin. Për Dark është e sigurt që do zgjidhni. Është si puna e diellit dhe hënës, që të dyja kanë bukurinë e vet. Shumë e vërtet është. Por Clarisa, më vjen shumë mirë që të kishim sot me gjithë naturalitetin tënd edhe me gjithë bukurinë tënde, por që sigurisht u shtuan këto element duke e përmirësuar portretin me ndërhyrjen dhe me grimin që bëri sot Fabiana Gjokla. Faleminderit shumë Fabiana, i more provimet sot. Evis, të falenderoj shumë. Faleminderit, kënaqësi si Ishte vërtet kënaqësi që të kishim sot këtu për të sjellë këtë tematikë që besoj për të gjitha syshkruarat që na kanë ndjekur do ketë pasur interes për të kuptuar se cilat janë ato truke të vogla që duhet ndjekin për të bërë një grim të bukur edhe një grim që të dominojnë syt.
Faleminderit shumë, do të shihemi sërish për temat e tjera. Faleminderit edhe Shkollës Profesionale New Generation për mundësinë që jep, që shpeshherë pjesë të programit tonë në kënde të ndryshme për të folur për tematika të ndryshme që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen, që kanë të bëjnë me parukerin, me estetikën, por gjithashtu edhe me grimin. Na i mundëson Shkolla New Generation me të gjithë profesorët e saj që sjell në studio. Tani ne do të shkëputemi nga pjesa e parë e programit, sepse ora po shkon rreth 12 dhe do t'i lëm linjën Departamentit të Aktualitetit dhe Edicionit Informativ. Shihemi pas pak në pjesën e dytë bashkë.